Të nderuar shikues, tashmë ora ka shënuar 7:03 minuta. Në orën 7 do t'ishte dashur të hapen të gjitha qendrat e votimeve, po për këtë gjë ne kemi gazetarët ta në teren, andaj Lus Regjin që të na mundsoj një lidhje të drejt për drejt me ta dhe të marrim informacionet e para nga tereni. Kjo është pamja jem favorite, sa herë që kemi organizim të zgjedhjeve në televizionin ATV. Dhe ne shfrytëzojmë këtë moment të rregullohemi pakës për një fotografi të dukemi kështu së bashku me ta. Mezi presi me I pa. Okej, Zia po fillon atë filloj. Po filloj me djelzën të cilën e kemi në Gjakovë. Gjakovë. Dikush na iku nga kuadri këtu, po do të kthehet. Është Ardiana nga Gjilani, që do të paraqitet. Është pastaj Sofia Avdyli, e cila gjendet në Ferizaj, dhe Driton Sadiku në Mitrovic. Vazhdoj Rona me të Kemi tjera. Armand Hotin, I cili gjendet në Prizren, Kastriot Tahiri, do të ambuloj sot gjatë gjithë ditës kryeqytetin, pra Prishtinën. Kemi Arlind Beqira, I cili ndodhet në Podujev. Ndërkaq për momentin jemi duke I parë në pamje bashkë me gazetarët edhe kryetarin e KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, I cili me shumë gjas po përfundon të drejtën e tij të votës në kuadër të këtyre zgjedhjeve lokale. Sigurisht me pamje jemi në Prishtinë.